Ekipi kombëtar i të rinjve në karate ka marrë pjesë në ligën botërore të karates për të rinj që u mbajt në Kroaci në datat 26 deri 29 qershor. 4 sportistë kishte në përbërjen e tij ekipi kombëtar i moshave 10 deri 21 vjeç, 3 nga ekipi i Tiranës dhe 1 nga ekipi Bite Shqipes në Lushnjë. Në këtë botëror merrnin pjesë 4000 sportistë nga 78 vende të botës. Karateistja 14 vjeçare e ekipit Bite Shqipes Lushnjë, Amanda Dedej, është kthyer me medalje ari nga ky botëror. Në peshën 952 kg, karateistja u ndesh me 6 kundërshtare, në finale mposhti serben Neda Maričević, duke fituar 4-0. Trajneri i ekipit kombëtar të karates, zoti Lirim Dedej, ndër të tjera u shpreh se ekipi kombëtar i Shqipërisë, pas shumë arritjeve të tjera në Ballkaniada Evropian, së fundmi ka sjellë në shtëpi medaljen e arit nga botërori i Kroacisë. Në këtë event morën pjesë 4000 sportistë nga 78 vende të botës. Gjithashtu dhe Shqipëria që pjesëmarrëse me 4 sportistë, 3 sportistë nga ekipi i Tiranës dhe 1 Bite Shqipes Lushnjë, që e përfaqësoi Amanda Dedej, sportista jonë ku dhe triumfoi në kategorinë U14 vjeçe -52 kg, që fitoi medalje ari, mbas 6 ndeshjeve dominuese fituara nga Amanda. Ne kemi vite që punojmë për këto arritje dhe kjo medalje nuk erdhi rastësisht, erdhi dal nga vit në vit, nga sukses në sukses.